Këtu I kemi dy ekzemplar, motër dhe vlla. Janë klysht e ulkonjës edhe të rudit. Këta janë ekzemplar që kanë gjak ujku, janë shumë të përafërt me ujkun, veçanërisht ta dy. Këtu I kemi një deltare ilire kokëzez, emri I saj është ulkonja dhe gjenet e saj mbi 50% ujk. Kam dy palë klysht që I kam nxjerr prej saj. Është e rena, moshë është 2 vjet e pak, pres të jetë në fazën e mbarsimit, siç po e shihni edhe vet. Këtu I kemi dy ekzemplar, motër dhe vlla. Janë klysht e ulkonjës edhe të rudit. Këta janë ekzemplar që kanë gjak ujku, janë shumë të përafërt me ujkun, veçanërisht ta dy. Kjo është femra, ndërsa ky është mashkulli. Edhe janë deltar trup verdh, 7 muaj të mrekullueshëm. Jashtëzakonisht të mirë, siç po I shihni edhe vet, se kanë asnjë vrejtje. Afër tyre janë vlla dhe motra, por që kanë dalë me ngjyrë ka nana e tyre në ulkonja. Do me thonë janë, edhe këto janë vlla e motër, edhe këta kanë gjak ujku, në gjenet e tyre. Bulaka, hajde. Janë jashtëzakonisht të mirë. Këta janë në qime pak më të shkurtë, për shkak se rudi anon, do është I kombinu, edhe siç po shihni janë shumë të mirë. I kam rrit klësh, janë shumë të mirë, këta 4 janë vëllezër dhe motra. Këtu tutje 2 janë 2 kontramaska, të cilat janë motër dhe vlla gjithashtu, do të thonë janë çift. Janë vëllezër dhe motrat e asaj të parës që është atje. Edhe këta janë jashtëzakonisht të mirë, janë pak më të butë, më jo agresiv. Janë klysht e Argos edhe të Noas. Siç e shihni, janë në moshë të ri, mirë, por fytyra e tyre është e thinjur dhe duket sikur e plakut. Edhe këta janë përafërt me maskën e ujkut. Këtu poshtë kemi nanën e tyre, hajde Noa. Noa, hajde bële. Hajde. Është një ekzemplar jashtëzakonisht e mirë. Është Noa. Me sa di është bars dhe pritet që të na sjellë klysht të ri. Edhe është jashtëzakonisht deltare e mrekullueshme. Këtu I kemi edhe 2 klysht të tjerë, të cilët janë në moshë 1 vjeçare. Është Trojana dhe Troj. Është mashkulli ky, edhe kjo është femra. Hej, budalli. Hej. Është deltare tipike, mosha e tyre është 1 vit e 3 muaj. Afërsisht kam rrimi I rrit të dy edhe jam shumë I lumtur që kam rrimi I rrit. Do të thonë këta gjithashtu janë klysht e asaj që e prezantova atje, Noas. Këtu I kemi 2 ekzemplar deltar ilir të një moshe të vogël. Hajde voli. Do të thonë këta janë deltar ilir, mosha e tyre duhet të jetë rreth 2 muaj, jo më shumë. Janë të jashtëzakonshëm, këta I kam marrë, I kam ble për një 10-15 ditëve, vlla dhe motër. E kam edhe një ekzemplar të kësaj natyre, buli. Do të thonë janë klysht në rritje, janë me 2 vaksina dhe janë të jashtëzakonshëm. Siç e shihni janë tipik deltar ilir, prej Karabashat, Halimit, që I ka kultivuar atje në Restelik. Këtu e kemi një deltare ilire kokëzez, emri I saj është ulkonja dhe gjenet e saj mbi 50% ujk. Kam 2 palë klysht që I kam nxjerr prej saj. Është e rena, moshë është 2 vjet e pak. Ulkonja është e jashtëzakonshme, pres të jetë në fazën e mbarsimit, siç po e shihni edhe vet.